Pas mira, humbje e vuajtje. Më në fund ishte kjo krismë që vendosi themelet e lirisë. Njëzet e 6 vite më parë, avionet e NATO-s lëshuan raketat e para kundër objektivave ushtarake dhe policore jugoslave në territorin e Kosovës, duke sjellë lirinë me vete. Njëzet e 4 mars 1999, ora 19:45, ishte koha kur aeroplanet e NATO-s lëshuan bombat e para kundër caqeve ushtarake policore të Serbisë dhe Mualit të Zi. Urdhrin për fillimin e fushatës bombarduese e kishte dhënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton. Ai atë natë mbajti para popullit amerikan fjalimin historik, duke lajmëruar se i kishte urdhëruar Aleancën Atlantike të fillonte operacionin ushtarak si mundësi e vetme e përfundimit të luftimeve në Kosovë. If President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war. Sulmet ajrore kundër forcave serbe e malazeze vazhduan deri me 9 qershor, kur u arrit marrëveshja Kumanovës, e cila ndryshe njihet edhe si kapitullimi i kriminalit Milošević, dhe më 11 qershor forcat e armikut fillojnë ta lëshojnë territorin e Kosovës. Kjo ishte ndërhyrja e parë ushtarake e NATO-s që nga formimi i saj, e cila njihet edhe si ndërhyrja historike, duke mundsuar kthimin e më shumë se 800.000 refugjatëve në shtëpitë e tyre. Vite më vonë, më 17 shkurt 2008, shpalli pavarësinë e saj. Aktualisht në Kosovë janë rreth 4.700 trupa të NATO-s, përfshirë forcën rezervë në kuadër të misionit pasruajtës KFOR.